që na vjen nga laboria. Unë jam, kush? Unë jam smaj Ama papa! Unë jam smaj Gjemali. Tua vatane dhe mia do t'i marrë se s'është puno. Do t'i marrë se s'është puno. Është e jona Shqipëria. Labërie Ison mbama gjatë. Kam vëllezër nga malësia. E kjo tokë të gjithve në mban. Me një gjuhë në këndon nëna. Kështu shprej dashuria. Është gjuha Shqiponjës me vjetër se vjetra. Kosovë, mirë se erdhe këtu ku të takon. Ku flitet gjuha jote, këndohet kënga jonë. Këtu, ku tunet vendi, e toka ndizet zjarë. Po jam i parje do të mbetem 100% shqiptar. Me thurka bash legendari. Ti këndoja dhe via shani. Ti këndoj Vite pele moj qaj. Ishe shtëpina moj qaj. Moj minu që moj qaj. Moj zënime Jo, vite pele Shiko, dua një bërtrokitje për grupin e vallave, sepse jam e bindur që shumica kanë lidhur këtu, apo jo? Jam e bindur për këto. Dhe këto vajza të reja dhe këto djemë të rinj që mbajnë gjallë vallen, traditën, gjuhën, muzikën shqiptare, janë për të duar trokitur. Jo vetëm ju, por dhe prindrit tuaj. Është merit e tyre. Bravo të madhe! Dua ta falenderoj zonjën të Uta Gjivari, që pati shumë durim për çdo procedurë që kërkonte ambasada. Keni parasysh vetë avioni, hotelet, janë të gjitha shpenzime që unë e kuptoj që bën të pamundur që unë të vi shpesh. Prandaj dua ta falenderoj në emër të gjithë komunitetit shqiptar këtu, që pati guximin dhe durimin për ta çuar deri në fund të punës. Desha të falenderoja Aurela për ardhi këtu. Vërtet krijove emocionet dhe këto çaste besoj na sot dhe Shqipërinë. Për të gjithë. Me këngën. Unë akoma s'kam filluar të Uta.